vetëm disa orë pas prajmit të parë të Big Brother VIP 5, ka startuar gjithashtu edhe Big Brother VIP Fan Club në moderimin e Kiara Titos. Ky program nisi ndryshe, ku i pari që hyri në skenë ishte fituesi i Big Brother VIP 2, Louise Ailey, i cili prezantoi bashkëshorten e tij. Zonja dhe zotërinj, Çapaqula, në shtëpinë e tretë më të famshme, se e para është shtëpia e bardhë, e dyta është shtëpia e Big Brother, e treta është kjo ku jam unë, shtëpia e Fan Club Big Brother VIP, tha Luizi. Këngëtari nuk i kurseu as batutat dhe kunjat e forta, duke u referuar historikut të konflikteve me disa nga pjesëtarët e ekipit të Fan Club, përfshirë autorin e programit Ronaldo Sharka, si edhe të ftuar në puntatës së sotme Sara Gjordeni. Mëtej, ai vazhdoi duke thënë: "Kam ardhur vetëm për një qëllim. Ju do thoni çfarë do ky këtu. Unë do prezantoj atë që do e prezantoj. Ajo është një vajzë, një grua tashmë, që nuk do të jetë kur vetëm, sepse më ka mua në krah. Janë munduar ta lënë në hije, por hija nuk e mbulon kur dritën. Ajo është drita e diellit, bashkëshortja ime, nëna e lunës, Kiara Tito Ailey. Bëra atë që do bënte çdo burr për nënën e fëmijës së tij. Tani mua më duhet të iki se më vjen nëna në rinas. A të ri unë apo merresh veti me këto?" Batutat vazhduan me Kiarën që tha: "Një pyetje kam unë jam këtu, ti je këtu, ku është Luna?" Në fund nuk munguan as momentet romantike me Luizin, që i dhuroi një puthje Kiarës përpara se të largohej. Si gjithmonë, mbështetës në Kiara Titos dhe këtij rrugëtimi të ri që ajo do të vazhdojë në Fan Club.